Përshëndetje për gjithë, faleminderit shumë. Që dha flamunit tema është miti i dhunës fetare. Kështu është një titull i librit një autor William Kavangu, i cili ja prift. Edhe titulli nuk e simbolizon recensionin mbi librin, por është recension mbi temën, i cili tenton me ndërthu raportin vet botkuptimit laik, i cili është mbizotnues që një 200-300 vjet me fejnë. Edhe tenton me zbërthy që çfarë pandemën e konstruktivizmit shoqëror ose social, mbi cilën edhe masnej feja shihet edhe e dhunshme. Për shembull, secili prej neve kështu e ka një farë përshtypje minimale edhe në popullat, edhe kështu që kur të folet për fejnë ose kur të folet për një pjesë që përfshin domenin fetar, gjithsesi na ka ende me ndërlidh ngushtë me Islamin, na ka ende me ndërlidh kryesisht me çdo praktikat fetare që kryesisht etiketohen si terroriste, rrjedhimisht të dhunshme. Tema miti i dhunës fetare konstruktohet për 3 termeve, është fjala mit, dhuna dhe feja, fetaria. Fjala mit në aspektin gjuhësor është diçka që shtemdrohet me qëllim e paraqitet këj ndryshe çështë, duke i veshur një pet të rrem legjendar aprallor, miti i pathyeshmërisë së ushtrisë hitleriane. Me një farë miti e ka një funksion të deformimit, por kryesisht ka një konotacion negativ për ato se çka tenton me reflektu. Dhe si rezultati i kësaj miti, edhe për autorin Mircea Eliade, përkundërzi në shoqërinë primitive është tendenca për me plotësu çat bashllëkun epistemik që e kanë të ndërthurur me realitetin. Kryesisht shoqëritë primitive që të stadin e mitit e konstruktojnë momentin kur ato nuk janë taft racionalisht me kriju aparat konceptual të mirëfillt i cili përgjigjet edhe i jep formë ambientit ku ata jetojnë. Si rezultati i kësaj ka nevojë me prodhu qësi pandema që janë paqëndrueshme, qoftë edhe deformimit të realitetit, vetëm me e legjitimu një besueshmëri që ata kanë të ndërtuar në raport me atë pjesë. Fjala tjetër është fjala e dhunës, që në aspektin gjuhësor është përdorimi i forcës fizike ndaj dikujt për ta detyruar të bëjë diçka jashtë vullnetit e dëshirës së tij, për ta nënshtruar e për ta shtypur dikë. Kryesisht ndërlidhet me këtë aspektin e çënueshmërisë fizike. Domethënë pajahi ose me luftu kryesisht në mënyrë frontale kështu të drejtë për drejtë. Kurse mendoj që aspekti i dhunës ndërlidhet edhe me një pjesë tjetër, ajo është aspekti i diskursit. Për shembull, një autor Michel Foucault ai thotë që luftrat kur nuk përfundojnë mes shoqënive. Nëse përfundon aspekti i luftës frontale nëpërmjet ushtrive, ato fillon edhe aspekti i luftave diskursive. Domethënë tendenca për me prodhu diskurs është mënyrë tjetër e luftës që grupet të caktuara kanë botkuptime rrjedhimisht ideologjik të caktuara, kryesisht hapësira është shtytja që ato dyja me një farë forme shtyhen me njëra tjetrën. Edhe feja ose fetaria që ndërlidhet me dikën që ai që beson te Zoti, që i beson dogmat e një feje dhe sillet edhe vepron duke u mbështetur në to. Qysh këtu të ky për kufizim na e shohim ideologjinë laike. Për arsye se domeni i fesë ndërthur vetëm me besueshmërinë në transcendencë, që është Zoti ose kategoria e profecisë ose librat e shenjtë. Por nuk futet të besueshmëria si kategoritë e reja që dalin me shekularizëm, që është nacionalizmi, marksizmi, kapitalizmi, liberalizmi. Edhe autori William Kavangu me një farë forme don me i kthy në historik pretendimin e fejës që është e dhunshme, të e krahasu me pjesën e këtyre doktrinave kështu moderne. Edhe autori me një farë forme thotë që ideja se feja ka një tendencë të veçantë drejt dhunës, do të hulumtohet si pjesë e legitimitetit të shtetit këmbë perëndimor. Këto, si me thonë, e shenjtja te kalohet pej kishës në institucionet e shtetit. Që ky te kalim është ndryshim i besueshmërisë ose rrjedhimisht ka identifikohet si vlerë. Deri ideja ka vlerë me dek për Zot e për Krisht, sot më nuk ka kjo in. Sot do të me dek për shtet, për vatan, e rrjedhimisht më të shu ty me një farë pankarte që atje, filan dëshmor ja ka rënë qyto. Pra që ky sistem vleror ndryshon në momenti kur integrohet ky aspekti laik. Aspekti laik fillet e para integrohet me aspektin e lindjes së nacionalizmit. Nëse është për shembull Benedikt Andersoni te komunitetet imagjinare, ai thotë që nëse shohim fillim psikologjisë fetare ju ka përshtat thellësisht nacionalizmi. Për shembull Zoti është zaventsuar me shtet. Nëse te dia ka vlet me dek për Zot, sot do të me dek për shtet. Profecia
ose profeti si kategori është ndërruar me ushtarin, me komandantin. Nata, për shembull festa e Bajramit, Pashkët, Krishtlindjet janë ndërruar me festat për kujtimin e shpalljes pavarësisë ose në filan date, por në esencë nacionalizmi thotë si doktrinë thellësisht ju përshtatet që ti qësoj formimit psikologjik njerëzve, se ndryshe këta nuk ish mujt me pas sukses nacionalizmi nëse nuk i kishte përshtati psikologjisë të masës. Edhe mbrana kësaj në një farë forme, pretendohet një farë diferencimi vlerëor që laicizmi tash ban, shkaku që ndryshon në referenca, e asoj që ka identifikohet si vlerë, e për fej, ma nuk po bëj, se ka diçka e cila është e prapambetën. Një argument tjetër që me një farë forme argumentohet edhe të shumë teoricien të kontratës shoqërore, pe Lockeut, Jean-Jacques Rousseau, se masnej Hobbesit, edhe masnej Francis Fukuyama që është i vëndshëm, Jean Rawls e tjerë. Ata ka një farë konsenzusi që problemet që janë kanë në shekullin e 15, 16, 14, kryesisht janë kanë probleme fetare. Edhe çdo përqamje fetare, çdo fragmentarizimi fetare është dashur me kriju një institucion, një mekanizëm i cili nuk ja lejon një interpretim fetar me ardhmë pushtet, për arsye se ato masnej mund të më prodhojnë një farë katrahure, edhe nuk ka stabilitet publik e politik, dhe si rezultat i kësaj lind nevoja e shtetit këmbë. Edhe shteti si institucion me një farë forme prej tyre shihet si mekanizmi kyç i cili e parandalon përqamjen fetare ose mbizotnimin fetar, nëpërmjet cilës masnej edhe prodhohet, si më thonë, çdo problemet politike e publike. E tash një pyetje që do të më ushtru këto, e ka bë lindja e shtetit këmbë më paçësore Evropën edhe dyja. Çdo doktrina nëse dej djes pas ka bë feja, nacionalizmi, komunizmi, fashizmi, liberalizmi, ku na kanë çuar çto neve. Edhe pyetja që ngrehet është me një farë forme një pyetje kështu në esencë postmoderne. Që postmodernizmi është një farë relativizimi i cili i paraprin që atyne qëllimeve që i ka po moderniteti. Edhe me një farë forme, ku na kanë çuar çto, lufta më shumë, lufta e parë, lufta e dytë, e që së do ka ndodhur një gjenocid hapta se dyja nuk ka pozicionuar, nuk pe një farë derë kështu të pozicionimit në Gaza. Edhe pyetja që e bën autori Kalango, thotë që ky pretendim që feja është e dhunshme, hajde në rregull, na që që s'di Sovjet nuk kena që s'di sa shekuj nuk kena të punu me fe. Hajde ju apo shtojnë një pyetje në nivel të praktikës. Cila luftë e madhe që tashti, me që ato tëm pasojat u bë shkaku i fesë. Edhe masnej pretendimi teorik bie poshtë momenti kur na e shohim edhe analizojmë aspektin në nivel të praktikës. Edhe këto e shohëm që me një farë forme feja përjashtohet për perëndimit shkaku i interesave politik. Është një autor Carl Schmitt, ai ka një pjesë thotë që ekzistojnë dy nocione, feja dhe politika. Thotë që këto dyja thotë kur nuk mund të kanë të paralelisht të një trajtshme, thotë o feja i shërben politikës o politika i shërben fesë. Në rastin e qytetërimit perëndimit na e kemi që feja vihet në funksion të politikës. Ku na shumë që edhe vetë për kufizimi i fejës si religjion e ka një background, edhe në interes laiko-politik. Edhe qëtë kontekst është për arsye se ti me fejë ndërton komunitet, po edhe me politik ndërton komunitet. Me çdo dy kategori ti mundesh me ndërtu komunitet, mundesh me ndërtu përbashkësi, ndjenjë përbashkët, kohezion social, nëpërmjet cilës pastaj mundet edhe me ndërtu një organizim të caktuar të shoqënisë. Edhe tash me një farë forme në këto e shohëm që kryesisht portretizimi i fesë si diçka e dhunshme është thellësisht politike. Tash nëse kthehemi edhe për hapërmasin për shembull kur e merr që perëndimi kur takohet me fenë e krishterët, ajo thotë u kanë thellësisht politike. Ka autor që ka bë analizë diskursive të ligjërimit krishterë teologjik edhe ligjërimit krishterë politik. Tani masnej ato e shohim që shpeshherë aspekti i krishterizmit politik bjen ndesh me atë domenin e fetarës ose teologjikës. Për arsye se para së gjithas i paraprin interesi i politikës. Edhe në emër politikës ti duhet me konstruktu një farë paragjykimi për tjetër me cilin ti masnej tenton edhe me ndërtu legitimitet politik. Tash që këtë diskutim mes fesë dhe politikës, shtrohet një pyetje tjetër se cila është kategoria universale. Është laicizmi, është feja.
Rafael Patezem është një sociolog i fesë, i cili njihet si përfaqësuesi shkollës të fesë italiane. Ky e ka një pjesë të nevoja për qenien e epërme është nevojë ekzistenciale. Zoti, para se gjithash, që ka pas një tendencë me pas një perfeksion i nevojave të njerit në nivel të, si me thonë, bazike, pëndrohet pi babës për kalent të Zoti e Freudi e ketë, kjo thot që ka një funksion i cili është ndërtimi i aparatit konceptual. Edhe në kontekstin e kësaj, i bjen që nuk ka shoqëni pa besim. Edhe shkenca në fillet e veta, që nëpërmjet dijes shkencore ku me pas progres moral është besim. Bile nuk ka besim i argumentuar që është i gabun. Se nëpërmjet teknologjisë ka ndodhur një farë inxhinieringi kështu burokratik i menaxhimit vrasjeve e çush me thon eksodeve e gjenocideve të ndryshme që na sot asoj ditë im ka i përjetoj. Bile Rousseau e ka dilemën e madhe ku thotë që ky pretendim që dija shkencore na e bën progresin moral thotë nuk është bashkë i njëjtë. Pra arsye se ka dënë me i bë dy sene të ndryshme që historikisht nuk kanë korresponduar njëra me tjetrën. Edhe pretendimi që këtu na bin që progresin që ju e jeni ka pretendoni mund të më koni gabun. E që përshtypja e tij shkon shumë një 200 vjet mas ne argumentohet që ajo ka pas mirë. Edhe këtë diskutim pra e shohëm që politika edhe për dallim prej fesë nuk është universale. Është një antropolog Branislav Malinovski ai thotë që nuk mundesh me gjetë shoqëni pa fe. Mundesh me gjetë shoqëni pa politikë, se di kem indigjenë që janë thellësisht kështu në nivel të instinkteve që jetojnë. Pa ata i kanë do besimin në strukturën e tyre të trunit që ndoshta me hime i studiu më thellësisht dim çka mundna me nxjerr, por në esencë nuk janë shoqëni politike. E në kontekstin e njëjtë, aspekti fetar është mbizotnuar te secila pjesë. Edhe tash me një formë autori Cavangue ka një pjesë që shekullaria është ajo çfarë mbetet kur hiqet feja. Shekullaria tregon mungesën relative ose mungesën e rolit të fesë në jetën publike. Çdo herë kur feja shkputet për jetës publike, rrjedhimisht ato krijohet hapësirë për shekullarët. Rrjedhimisht tendenca për me artikulu diskurs fetar i cili afekton problemet praktike, politike, ekonomike, shoqërore, rrjedhimisht i bën që automatikisht nuk ka vend ato për sekularën. Pra konstruktimi që feja është e dhunshme, ka një funksion jetik për laikët, por arsye se e prodhon një farë inferioriteti te fetarët, edhe nëpërmjet kësaj i stepë rolit tyre në jetën publike politike. Edhe ajo është komplet dilema bëhet me një farë se qysh fetar do të me te kalu që petkun që këty ju ka vesh thellësisht pej një organizimi sistematik diskursiv nga ana e laikëve. Tash pjesa tjetër është ku problemi i perëndimit është momenti ku bëhet ky tejkalimi drejt shekularizmit në nivel të përgjithshëm, një dilemë e madhe shtrohet ku tash do të me jetë feja, cili është roli i fesë. Edhe këtu me një farë feja mo ka lënë në qëtë farë aspektin e religioni. Religioni vjen prej latinishtës, që nuk kupton ku individi është i obsesionuar për një objektiv të madh. Rrjedhimisht një njeri religjios është një njeri që ka një besim për një çështje të madhore, që ka një qëllim kështu për te, si me thonë, individual ose për te historik. Edhe tash e shohim që vetë religioni si kuptim ose si background të merr është reduktimi thjesht në nivel shpirtëror. Edhe tash vetë reduktimi i religionit që stat është me një farë produkt i një botkuptimi laik, që religioni do të me u shkput për jetës publike dhe me kalu vetë një stat kështu individual personal. Edhe jo me tentuti me e përfshi aspektin fetar në jetën publike. Dhe tash aja me një farë si pas autorit Cavangue edhe plus shumë autor tjerë, francuz lojtar e tjerë, me një farë feja tash e ka një funksion jetik, është që ky diferencimi vlerëror që na nuk do të me u ka. Edhe tash nëpërmjet kësaj na vim deri te një diskutim i një logjike të re të identitetit. Që tash për shembull nëse kthehemi te Alija Izetbegoviçi që bën një interpretim çështjes së dallimit mes teorisë
edhe praktikës së rrjedhimisht jetës është që njeriu në esencë nuk mund me korrespondu me një teori për arsye se njeriu është kundërthanës. Në to ki edhe altruizmin edhe egoizmin. Kurse teoritë janë kështu një farë prodhimi laboratorik që nuk e përfshin aspektin edhe që të farë, si me thonë, të kundërtën mrena për mrena individit. Në momenti kur aja nuk e përfshin atë pjesë, rrjedhimisht ajo ose ku më konë thellësisht egoiste, ose ku më konë thellësisht altruiste. Po nuk me morë parasysh dinamikën mrena jetës shoqërore. Edhe na e shohëm për shembull që ka dha Alija Izetbegoviçi cilësitë të perëndimit që mendimi është ai i cili paraprit në realitetin. Domethënë secila vlerë që sot perëndimi sot e organizon çat jetë, nuk ka ekzistuar në praktike, mos ne më thon hajde ta ulëm edhe ta analizojmë. Që për shembull te aspekti i islamit është ndryshe. Vjen profeti, sahabët, deri mas një 7-80 vjetë nisën me u konstruktu shkollat juridike, hadithet, kriteret për hadithet, çdo diferencimet mëna për mëna asaj që shihet si e leju. Po te perëndimi nuk është e njëjta. Perëndimi ti paraprin krijimi i teorive në stadin teorik. Mazet konstruktohet në aspektin teorik, aja pastaj del në rrafshin praktik. Po problemi është që aja nuk e merr parasysh jetesën njerëzore edhe dinamikën mëna njerit. Edhe këto e kemi për shembull një pjesë është Hegeli. Ai thotë për shembull që sa më racional njëri më kon, ai nuk është që bën, me thonë, gabime. Søren Kierkegaardi që njëtës që themeluesi i ekzistencializmit thotë që vetë ekzistenca e mëkatit argumenton që njeriu nuk është i pagabueshëm. Çka ka thotë Hegeli se sa më racional, kjo me një farë po dal që është mit. Do të thonë po del që është diçka e paqëndrueshme, rrjedhimisht është deformimi i një realiteti që na pedim që nuk është ashtu, se na po gabojna. Edhe nëpërmjet kësaj na e shohim se ky diferencim me fen ka një funksion thellësisht të ky mendimi kartezian, që këtu niset ka një farë kështu konsenzusi që është aspekti i mendimit që vlerësohet. Po është një autor tjetër francez, Vincent de Cambes, ky thotë që te Descartes nuk niset me uçmu thot mendimi. Thotë ai thotë dyshoj, mendoj, prandaj ekzistoj. Se dyshimi dhe mendimi thotë janë veç vegla që i kontribuojnë ekzistencës konkretes të dukshmës. Edhe mo piknisa në ndërtim të identitetit, mo nuk është metafizika, transcendentalja, është aspekti konkretës. Na duhet me tentu me kriju dije konkrete që njerëzve nuk i le fort me hi thellësisht në aspekte metafizike dhe rrjedhimisht me përfundimin e tyre. Po duhet me kriju një farë konsenzusi vleror nëpërmjet asaj se çka është mirë dhe çka është keq. Edhe si rezultat i kësaj, autori de Cambes e thotë që na vim deri te logjika e identitetit, që ka si temë kjo mas ne thotë që është forma e mendimit që përftyron tjetrin vetëm duke e reduktuar te vetja, akt që konsideron dallimin si të varur për identitetit. Rrjedhimisht dallimet nuk janë në nivelin praktik, dallimet janë në mënyrën ato që qysh na e menojnë njëri tjetrin. Edhe këtu me një farë ka shumë autor që shkaku i stit te kalimin që stat mënyrën shtrit menumit, lin racizmi, ka vlerë më ka një bardh. Historia e njerëzimit ka pas njerëz që janë stereotipizuar për shkak të ngjyrës, por nuk u kanë kjo një farë vlerë e madhe që me një farë veç më kanë i bardh ka vlerë, veç më kanë njëri me ngjyrë ti nuk i kur farë vlerë hiç. Diskutimet, ndallimet, për shembull për burrin edhe për gruan, janë kryesisht posedimet ose mos posedimit të falluesit. Është teoria e Freudit. Me jetu në hapësirën gjeografike të perëndimit i avancuar rrjedhimisht irracionale, me jetu në, si me thonë, në lindje i prapambetën, lindja e orientalizmit. Qëtu me një farë me lind që këtë nevoja për mu definu irracionaliteti. Autori thotë që definimi normalës thotë kurzohet thellësisht pe i definimit të jo normalës. Për që ata laikëve ju vynë me trumbetu fejnë si të dhënshme, për arsye se është në funksion ekzistencial tyne, për me definu edhe për me legjitimu nevojën e tyne, për arsye se ata ekzistojnë veç të e definu çka s'do të mu ka. Dhe si rezultat i kësaj, me një farë me linë që kjo arsyeja. E kryesisht që kjo misioni arsyes, de Cambes thotë që na ofrohet neve sipas dy lloj, mes nesh është i marrë, ai që te kalon arsyeën, ignoranti, edhe jashtë nesh është ai i egri që i paraprin arsyes, por në esencë të dytë janë të paaftë për qytetnim, rrjedhimisht për avancim në aspektin e racionalitetit. Edhe si rezultat i kësaj, thotë që ka shumë nevojë për mu definuar që ky mesi i art nuk mund ta më të kallëzoj çka është mirë pa u marrë me fetare. Madje edhe vetë një autor francez lojtar te kote gjendja postmoderne,
ku thotë që edhe vetë dija shkencore s'ka çare pa marrë me dijen fetare, por arsye vetëm në këtë formë ajo legjitimohet. Të dalë si më thon që ky diferencim që bëhet për çitoj kështu që për të është se ajo është vetëm dije. Do të thonë nuk mund të më argumentu dija shkencore që është ajo vetëm dije, pa përdorur atë dijen tjetër tregimtari, që për të është mosdije. Pa kthejsën tregimore dija detyrohet ta supozoj vetveten. Do të thonë ka lënë në një farë supozimi që nuk është e argumentuar. Duke rënë në të njëjtën pozitë që kritikon të tjerët, ku a beson Zot, po bëma faktin. Do të thonë shkenca moderne, edhe që këtë dije shkencore e sodit, me një farë fiton legitimitet vetëm tu krahasu me ato që feja e jep paraprakisht. Do me kjo është thellësisht reaksionare në raport me dijen fetare. Por arsye se dija fetare ka ekzistuar edhe pa dijen shkencore, po dija shkencore nuk mundet me ekzistu pa dijen fetare. Edhe si rezultati e kësaj na e shohëm në domenin e perëndimit nevojën çdo herë me u marrë me fenë. U marrë me krishterizmin dhe isa kanë shtinë, si më thonë, në çit farë ndryshimin radikal të që të farë transformimin e mathi, ku edhe papa del mbrojtjet komunitetit LGBT që historikisht, për shembull, vitin shekullin 15, 16, 17, 18, lindja që homoseksuali është i smut është e perëndimit, nuk është e lindjes. Domethënë ka pësu ndryshime radikale shkaku i trysnisë politike. Dhe tash këtu me një farforme që ky tjetri i kundërt ka evolu. E autori ka vangu prifti me një farforme thotë se liberalizmi bashkëkohor ka gjetur amikun e vet te muslimani, që nuk pranon ta ndaj fenë nga politika. Autori Eduard Saidi ka një libër Shtrembërimi i Islamit që është i përkthyer edhe shqip. Ai thotë kështu: Perëndimi ka nevojë që Islami ta sheh si kërcënim, pavarësisht se sa e pabesueshme është një ide e tillë. Ky shtrembrim nuk e reflekton realisht Islamin, por është shprehje natyre psikologjike të perëndimit. Projektohet ajo që ne nuk dua ta pranojmë të vetja dhe vendosen mbi tjetër muslimanin, arabin dhe fenë. Pra mënyra se qysh Eduard Saidi e shpjegon çështën e shtrembrimit të Islamit është që e shohim se qysh komplet për një makinerie diskursive Islami është shtrembruar për perëndimit, është bërë sinonim me terrorizmin, me prapambetonien, për shembull Bernard Levizi, njerëz pa aftë për qytetnim, i shqun arabët edhe muslimanët asoj pjese, edhe në amën të kësoj ka një funksion politik, se mas një që kjo ka shku paralelisht edhe me konstituimin e shtetit të Izraelit. Edhe, do me thonë, gjithçka si aspekt diskursiv i kontribuon paraprakisht shtrimis të politikës, po se cili mendim që thuhet, ai potencialisht për perëndimin është praktike së ardhmes. Edhe mbrana domenit ose mëtimit që feja është e dhënshme, me një farforme e gjejnë thellësisht që të interesin e laikëve, ju të fetarëve. Edhe me një farforme na e shohëm, si me thonë, që të ertën. Edhe unë menoj që sfida e sodit për fetarët është artikulimi i Zotit për nevojat e njerëzve. Pa shumë Karen Armstrongu një histori e Zotit është edhe ai libri për këthim shqip. Aja shpjegon se qysh njerëzimi historikisht ka kriju imazhe për Zotin që ju ka përshtat problemeve të asaj historie. Po është një elementi, si me thoni, përgjithshëm që laicizmi sot do të ron krisi ka ro krishterizmin në shekullin e 14 e 15, që është largu pe jetës. Sot Palestina edhe Gaza me një farforme është ka i qetë poshtë teorit ndërkombëtare, drejta, bla 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 bla, por arsye se ato po janë anakroniste në raport me realitetin. Edhe që ky delegjitimim që i ka ndodhur krishterizmit, po i ndodh edhe sot me një farforme bot kuptimit laik. Edhe mrena që soj paroj se që është po si një progres, si një liri e madhe, unë menoj që thellësisht na kena pësu hapa prapa, se unë menoj që na jena në një periudhë neo-neosokratike. Por arsye se sot qaq konceptet bazike sot janë pështjelta. Familja është koncept i pështjelt, burri është koncept i pështjelt, gruaja është koncept i pështjelt. Sot nivel të përgjithshëm sot tentohet me u pështjell konceptet bazike që janë kyçe për me ndërtu jetën e njerëzve. Edhe Sokrati ka një simbolik për arsye që shije si njerit që ka definim të koncepteve me ta. Çka pi thojmë që ti shtetit, çka po nënkuptojna me bab, çka po nënkuptojna me nën, çka po nënkuptojna me fëmijë. Që ky progres që na ka shu neve pe komplet
elitës laike që neve ku na ka pru, me një farë mjegullie konceptuale që ti nuk për i gatshëm me diskutu mbi temat të përgjithshme e të rëndësisë jetike për njerëzit, shkaku që ti si ka mundesh më mirë vesh, por do nocione e koncepte bazike. E që kjo është me një farë forme, një farë rizimi i vetvetiju i nevojës fetare. Sot me një farë forme shu që ke nevoja për VIP, mi pasu dhe njerëzit kështu që janë, mi po me një sy kështu matë qaj, së të ekt, sot po këthejnë më lezu. Do me thonë që kjo aspekti shpirtënor, sot është ka hin trend kapak. Në lexim sociologjik që kjo është kthehet që njerëzit janë ka dojnë një transcendent. Tash përtej manifestimit praktik abot me astrologji të lexu horoskopin Jupiterin me 63 hona që nuk ka kurfar ndikimi te jeta e njerit, por nëse kjo është hallik, është nevojë i madh e këtij do të më ashtri dorë më thonë qëre se ekziston një procedurë tjetër që ti do të më ndërtu një si më thonë një aparat konceptual në raport me çfarë thonë se Jupiteri s'ka ndonjë farë ndikimi që të ti. Po qatë shumë ka ekzistuar që kjo farë kriza epistemike të njerëzit, për mjegullisë konceptuale, sa ka s'na kena mrrijët që të farë të rrijet më. Edhe na e shohëm sa hala, jashta që sot gjendjes praktike që secili autor në perëndim është kritik, hala në nivelin politik thuhet po feja është e dhunshme. Del dikush për shembull e citon një ajet Kuranit ose mundet me citu një verset Biblës, ka dalë pak se po na prish rendin kushtetues ligjor. Laicizmi ka ardhur si funksion me me kriju një farë stabiliteti edhe rrjedhimisht me garantu një drejtësi minimale për njerëzit. Nëse që kjo nuk ka ma jep mund qita. Pse ka rëndësi një koncept. Një ide është e mirë ose jo e mirë, çfarë ndikimi ka në jetë. Apo jetojmë na ma mirë me qita, apo jetojmë na ma mirë me qita. Edhe mrena këtij domeni e shohëm që thellësisht konstruktimi që feja është e dhunshme edhe e paaft fetari. Me kontribun diskutimet edhe rrjedhimisht në çdo problemet publike politike është thellësisht një farë sekularizmi halal që muslimanët po edhe fetarët javçesin penallin laikëve të i thonë që nësë po mire me çështjet publike. S'po hijen në njëri dik, s'po hijen në burokraci shtetit, s'po hijen atje, edhe që ky stopim, s'po hijen në këtë debat, s'po hijen në atë debat, rrjedhimisht ja vështron rrugën pretendimit laik. Edhe një përfundon një autor e ka Karl Mannheim kritika e ideologjisë, ky ka dy koncepte, ideologjia dhe utopia. Ideologjia për Mannheimin është sistemi i vlerave mbi zotënuesin as shoqëni që kryesisht janë funksion të një grupit veçantë, që si më thonë e udhëheq shoqënia dhe punon për atë shoqëni. Kurse thotë e kundërta e ideologjisë është utopia. Jo utopia në kuptimin e Thomas More si një farë vend ideal, si një farë pretendimi për një organizim ndryshe. Për shembull, laicizmi, shekullin e 15-16 për dikujt ka mujt më pa utopi. Çka i ka thonë ju që shmuja me funksionu pa zot. Që po funksionojë. Sot për shembull, kur i thotin laikëve hajde për diskutojna fejnë edhe kontributin e fejnë për përmirësimin e jetës publike, dhe në ka dalë që te jetë i shku një farë parimi që është ndërtu që kjo qytetim. Me një farë, po që kjo është ideologjike, që kjo nuk është e argumentueshme në aspektin praktik. Edhe se rezultati i kësaj, ai thotë po ka dalë se kjo është utopiste pjanës tonë, se qysh i ka mënëm i dhonë zgjidhje, që ty në probleme, po ka dalë se qysh e kanë të mrena domenit utopist. Me një kohë të mathershme, qështu i kam shë edhe të muë. E shto këtu që transformimi i laikëve ose i filozofëve sociologëve në raport me fej ka ndryshu thellësisht. Për shembull e kemi Max Weberin, Karl Marxin, Freudin, këta që thojnë se sot të u bë më racional, rrjedhimisht na bë më afetar. Kurse mas luftës dy botërore, linje disiplinë e re që i thojnë teoritë post-sekulariste. Rrjedhimisht një fazë e re që shoqënia tash ku më po jetik diskutimin për fejnë dhe përfshirjen e fejës në hapësirë publike. Edhe mëna këtij domeni na peshojmë sot edhe feja, edhe si më thon nevoja për një transcendent, për te të kësaj është ka kthehej si nevojë ekzistenciale të njerëzit. Edhe kjo me një farforme i shton përgjegjësinë edhe të fetarët, që duhet me pas një artikulim Zotit me një farforme që ju përgjigjet qëtyne nevojave kontekstuale, që nuk është një artikulim i Zotit në përmisa teologjike, shumë akademike, i shkëputën për jetës praktike, por edhe misht ju përgjigjet nevojave bazike. Pro definimi i
temës miti i dhunës fetare dhe autorit William Kavangu edhe i autorit Eduard Said dhe ka shumë autorë tjerë. Me një farë është tendenca për me spjegu se që kjo është thellësisht diçka e fabrifikuar, diçka artificialisht e konstruktuar, se që kjo nuk qëndron. Edhe arsyeja pse që kjo nuk qëndron është historiku. Edhe veç na i ke marrë do njerëz në qaftë, ju thonë që ju një fetarët pra pambejtë nuk keni taft për që të u farë diskutime, për që të farë përgjësi që na im ka e lypëm, edhe e kem rrinë një farë qëllimi. Unë mendoj që do në zemë kam pasur edhe një farë suksesi, sidomos në 2 shekujt e fundit, që sot ka nisë me u rizgju. Që ka që tema e me, kështu tash në vazhdojmë një diskutim. Faleminderit shumë.